Gjula goshtën beti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. A do qumësht apo valë, Komarica vjen vërdalë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. Përshëndetje miq. Mirëmbrëma të gjithëve. Takojmë sot në një ditë speciale, në një ditë të veçantë, në një ditë të shënuar për demokracinë jo vetëm në Evropë, por dhe në botë. Sot marsi shënon 24, 2026 dhe unë ditë të them se shpresa nuk vdes kur. Demokracia nuk gjunjëzohet kollaj. Ajo që ndodhi në referendumin që u zhvillua në Shtetet Bashkuara të Italisë. Se ne fillon emisionin kështu. Po referendumi i Italisë. Referendumi për çkujt i plasi trapi për referendumin itali. Me ty edhe të tjerë. Po hapa emisionin sot ka ditëlindjen presidenti. Çfarë dua? Bajrami. Kush e? Bajrami. E ka pas fjara i dëgjoj mua. Jo Bajrami jo. Që Bajrami është president kukull. Një president ka pas ky vend. Çfarë thua? Kush është? Kush mi zidh hallet e mia, I lir metalës i a. Seriozisht? Ka likja sot ditëlindjen? Po. Ka e more vesh ti? Si nga e mora vesh? Mori në telefon, më tha pse s'morove, më fali tash, vllai 100. Ashtu, ha? Nie. Po kishte dalë kujtim Cakrani, avokati Kamasutrës, si e kaj? Si avokati Kamasutrës. E mo që I tha Mona o kujtim, që tha ky atere, para ca ditësh e tha Modeko. Kamasutra është kjo që u hodhë në Iran? Jo. Raket? O, zotin mas. Kejse kujtim Cakrani. I tha kujtim Cakrani Monës, korupcioni be dyshe. I tha Mona be dhe treshe dhe kache dhe peshe. Dhe I tha kjo s'di nga to Kamasutra tonë, I tha. Kamasutra mos e ngatron me bomba. Kamasutra është kjo kështu që je duke bërë dashuri, dhe s'de një këmbë hajta kafshoj dhe këmbë. E kuptova. E kafshon diku dojnë të bërtas jo grua, bërtet një buran dhe tutje. Ku do mbjera dhe mua. E kuptova, drejt. Pa, jepe mundi qa ka të në kjo avokati? E dini se sot presidenti ka bisinën apo jo? E dini apo se dini? E më qenë po. Se të andaj që do të avem ka të presidentin, më ka të dini. Ka të kuma u ka. A bëm të shie? Po, bërëm të ka. Se kam dëshuar dera tani. Jo, avokatës të futen gjithmonë. Ose marrë se futen dhe, ende futen pandeurit, të akuzuarit. Këta, avokatët ku duhet futen gjithmonë? Jo, avokatët futeshin dhe këtu, I kam parë. Po futen kote për por, dhe vla. Ditlindjen sot. Ditlindjen dhe për t'ja uruar. Sot ke ditlindjen ti, o babi. Po nga mlark dhe ngubido, basë he brave. Një fotografi në qeli. Saranda. A mund të shuajmë djelin me zjarë, a mund të marim florin në mal, na duen mushka mbi 200 kile, dhe pastaj do bëjmë pal. Po kjo pun bëhet me gomar. Po kështë recituar në Po kështë e bërë poezi. Ja dedikoj popullit dhe përpara. Popullit të 2 marsit. Se jemi në mars. Are, popull 2 marsit është popullit ti. O, dajko, më shumë ja dedikon skocezve aji. Ahoj Celtic, se ka ndeshjet drejtësisht. Ahoj Celtic, uron Celticun të zlikon. Ahoj Celtic, pse është Celtic në këto ndeshjet? Jo, s'ka lidhe në kampionat, se është kështu gare ngusht. është me Celticun, po, Celticu, vjen keq. E mora Skociun, se Celticu nuk është shtet. Celticu është skuadër futbollit. Celtic, do me thënë, nga që kanë qenë Kelt ata. Kelt, e kam njërë të mbërë të qenë Kelte unë. Tute Borga e ka pas emrin. Sa e mirë... Qartë. Një betë të vogël shumë. Dëgjojmë të për ditlindja, mos di nga ditlindja. Po shkrijet Bora, dimri po shkon. Bylbyl I varfën, se po gjëmon. Gjithë fusht e malet, blerini muloj. Livadhe e tema, gjithë kafë lullzoj. U që ka fazi, Bylbyl flutro. Ndër pyje o graja, Bilbil shpejto. Po, isha Allah, qerjet ka fazi like. Hajt, për ta orem për ditinje, se der tani nuk është qelur fare. Vetëm po e ngushtojnë. Qa thua mundi? Qa thot? E ka festuar me tort në burg,
Kusha me tort, ja quan këta të PD-s. Kush ku lejohet aty? Torta lejohet, fishek zjarret, stoi hodhën të dielën që dolën bërë protesta, fishek zjarret. Që u hodhën? Po, të gjitha fishek zjarret u hodhën për ditën e Ligës, po se në Burg nuk ja çon. Edhe i çon në Burg shumë vetëm torta. Unë thashë të u hodhën ka shumë fishek zjarr. Ja, pa për ditën e presidentit. E kanë pasur aleat. Po, një tjetër. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Po kusha ka shkuar fjali aty çdo ditën e presidentit? Ata të tjerë që ndonë aty. Erioni këta. Po pse nuk e frynë o mandi? E bë, është fotografi mu. Nuk fryet në fotografi. Unë thashë se... Fotografit me lëvizje që me filma. Si kuptoj ca gjëra. Është fotografi, nuk është film. Sa bukur do ishte ta kishim liruar sot. Ti ishte dhurata me bukur se kish kërkuar... Do të nëzirë, po vajti vonda që euro... 8 i darkës, po pëse s'më të në mëngjesa. 8 e darkës, jo i darkës. Mirë. 8 e darkës, po është vonë. Po, e kam fjallin që do ishte dhuratë shumë e bukur. Se kështë të në ky... Kush? Avokati Kamasutrës. Kujtimi. Me di raket, po. Ja, digjoj. Së pari, sot është ditëlindja e presidentit Zotit Meta, ku ai bën 57 vjeç. Dyshim që Zoti Meta do lirohet. Unë ja kërkova gjyqtarit, natyrisht edhe me një hilaritet, i thash sot ja bëjmë një dhuratë presidentit, meqense afatet procedurale dhe fazat hetimore janë tashmë tezauruara, dhe padyshim i kërkova që ja bëjmë edhe një dhuratë sot në ditën e tij të lindjes 24 mars. Se bëjnë dhurata për ditën e që nxjerrin nga burgu? Po varet, shiko, ky thaja kam thënë gjyqtarit me hilaritet. Me thënë kështu me humor, me sarkazm. Po, me që ka ditën, hajta lëshoj. Sarkazma është hilaritet. Sarkazma është kështu, është sarkastik kujtimi. Po mirë, djali zgjuar është për atë punë. Është. Nuk e di sot. Vetëm kam astutën se mësoj dot. Pra, do çudi, unë vetë. Janë të lindur aca gjëra. Për shembull, doktori, 80 e kusur vjeç. Se lëshon memoria, si e mande mend që kishte ditëlindjen Likja. E di Kamasutrën, kush? Jo Kamasutrën, jo. Si e mande mend them që kishte ditëlindjen Likja, doktori. Po jore, para njerë se duhet kuptosh. Ai fati i madh në jetën time që kam emrin Ilir dhe për këtë ja dedikoj nënës time. Kjo më emocionoi, është tepër njerëzore. Në thashë ta thoshim në fund atë më kish më njerëzore. Jo. Në rregull. Këtë mesazh da vërtet Likja, ja. A bën që komondi të lexojmë. Falenderoj për zemërsisht gjithë të afërmit, miq dhe dashamirësit për urimin e tyre me rastin e ditëlindjes time, e cila më gjen më të lirë, më të ri dhe më të fortë se asnjëherë. Jo, më të ri s'të gjen, po hajt. Më të lirë, po më të lirë, si më të lirë, ai është brenda dhe është i lirë. Më të lirë, më të ri thot. Është dhe brenda është më i lirë. Se kuptoj tash, ky është rritur një vit, thot ndjem më i ri. Është brenda, thot ndjem më i lirë. Sa shumë të rritesh është ngjanje duke urinuar. Por me rigon. Duke urinuar, ore. Duke urinuar? Po. Te banjat e Burgut. Po duke urinuar. Full. Lot. Sëltik. Ahoj, sëltik. Qam të për doktori? Qa snajper, që si e mbante mënde. Dhe unë e kisha ruar më mori Lika në telefon, tha po ti vllajnë suron për ditën e tha. Qa thua? Harua fare tash Lika tash nga ju bëre 2 vjet brenda. Se doktori ma me kishte marrë që në të 7 mëngjesit. Zgjoj Iliri kishte thënë. Gëzua. Ilir. Me mungon. Happy birthday to you. Happy birthday. Pa mundi. Tu dërgoj një përshëndetje për zemërt të burgosëve politik dhe t'ju uroj nga zemra ditëlindjen ish presidentit dhe ish kryeministrit Ilir Meta, i burgosur kryesor politik në Shqipëri, që po bën një betejë të jashtëzakonshme edhe nga qelia e Burgut kundër narkoshtetit. Dënoi me neverin më të madhe aktet e turpshme të intimidimit që ata i bëjnë, duke dërguar kriminal për t'i çpuar shishet e ujit dhe aktet e tilla që tregojnë fytyrën e poshtërt e Edi Ramës. Shikoni se ku shkon Edi Rama. Çon kriminal për të çpuar shishet e ujit që ta lër pa ujë. Mund të shkojë gjë këtu njeriu? As sigurimi i shtetit nuk i bën të këto. Jo, ti ma më mirë, bën e sigurimi. Ke pas muhabet me asgjë. Po si vetë që çojnë shishe. Ti shpojnë shishe që ta lën pa ujë. Kriminalët. Ua, po kaq. Unë nuk dua të jetë askush në Burg. Po. Sinqerisht, jam me sistemin amerikan që le në shtëpi, derisa ta provosh pasurinë në Burg. Merr pasurinë. Po, por ta ti quash të burgosur politik, mendoj që është pak stretch, është pak too much. Të burgosur është pak shumë.
është pak e egzageruar. Po. Të burgosur politik kanë qenë ata që ishin në burg për politik në kohën kur doktori bënde vark me liçenis, siç ka dalë te fotografia aty. Atë ishte me ata të... Ishte te kokën dhe prërja te vatra. Ata ishin të burgosur politik. Që po futeshin dhe nuk dilin më për 30 vjet ose shumica kanë vdek brenda. Doktori atëre kishte çpuar varkën ore. Po s'mbytej varka. Nuk merrte ujë para, andaj nga doktori nuk fundose kollaj. Se si doktor. Dhe si kështë këtë si mesazh ti se fillon jep dhe mesazhe, ti të kam vure që jep mesazhe. Që the këtë që unë nuk jam dakord që njerëzit të vënë në burg, por... Si jam dakord. Të dalin, të unë në lokal, porosin njës kafe azera, biles as lokal në shtëpi, nuk ka në vërës për barist. 2 luk kafe, qikuj të ngrotë fëtot si pas dëshirës, qumë sheshet si pas dëshirës, u që arome ka more, bën keq. Arabike. Jo, shi arabike. Aroma është qatë... Kafe uj pa gaz, që marrë me shqiptarët, për ujnë se aron dajkua, vazhdo me ujnë. Po, ujnë kemi të nepravishë, se vrizi, me mërç, bureto, burimi vrizit, urdhra, ujnë e pravishte, o shiko, 2 petrita, 2 luan. Ruan ekuilibrin. Ekuilibrin e trupit, me mëndje, ja urdhra, ky njeri me ekuilibër në trup dhe në mëndje. Tani të ndryshojnë të temperaturat shpejt, jo në darkë shtot, gjithë pak shumë, pap, tajlol hot. Për zhoa, dhe pas të blidni vetën, që ofse një mirë, malore se saukut, me dremo, jo merde, me dre, astirmo, të lutem, ose me shmëme, lona i ki sponsorin, lona i ki sponsorin. E thëm një dialektore, Tregu elektriko 1600% me kodin agro, në gjo, futur në internet, shkruaj www.kozon.al dhe përdor kodin Albano për 30% ullje, ose kodin Mbreti Agron për 1650 plus 200 milion % ullje. Edhe ato në përshim. Bëhe publicitet dhe busqesh. Dajko, të të bëjmë pyetje? Mua. Po, mu përgjishë si që të bëjmë pyetje. Si të përgjishëm? Avokat. Po, prit. Dhe ti impostojmë. Se nga ka marrë malli. Avokat. Po, Bukurosh, më falë, Albano... Mu përgjigj nga zemra, Po. si je në dashuriti, si performon në shtrat? Në dashuri, urdhëro? Si performon në shtrat? Në shtrat, unë në mundojem të fle majtas. Si performon, jo si fle? Në qëmë se krevati është... Dëgja të them një gjë, Dëgjo mua, krevati, po the gjëra në krevati, që a i ku ajo? Dëgja të them një gjë. Krevati, së ti nëzjesh mikrofonin, sepse ka 2 lloj krevatesh. Krevati original dhe në ndër. Ti më pyete për në ndër? Për të dy. Për në ndër, jepem një gjithi. Ose pak, ose edhe as pak. Dëgja, shiko. Si të shohesh? Ka të gjeni dashurisht? Ka raste i gjithi, ka raste pak, ka raste as pak. E dyta është seks, që e ka brenda dashurin, se ka afektin erotik. Po ti si lëshohesh? Po pse lëshojnë? Qenë të bëj seksa? Si lëshohesh? Në falgjë, në. Nga më qëmë bëjqenë? Se për shumë të kam vore ty, kemë thej, isha një ditë kështu, kur kam qenë në gjimnaz, ishte një që s'kishte intelekt fare. Këtë mbaja nga unë, femra ka intelekt më të lartë se sa mashkulli. Kur e ka muhuar? Dëgjo të them një Dëgjo Albano, dëgjo të them një gjë. Më falë, të bëjmë pyetje, Grida Spartaku gjeti t'i hapte këto muhabete? Urdhra? Ty gjeti Grida t'i hapte këto muhabete avokat? Unë jam, shika, unë me Gridën piva 4 litra verë, atë ditë. Aty? Se Grida e regjistronë para dite podcastin, kemi qenë dhe unë dhe Goni. Nuk e di, agronim ka thonë që ka qenë pas dite. Dëgjoj të them një gjë, shikoja dëgjoj. Intelekti i gruas është më i lartë se intelekti i burrit. Burri që ka intelekt lartë ka brenda feminitet. Bani më nga unë. Burri që s'ka feminitet është ai llozhari që thotë, ha, si, çka ka të bëjmë ku të shkojmë, Po ti më këtë që unë jam... Burri që ka intelekt është grua, tha? Ka feminitet brenda. Mirë, lumë si unë që jam budalla.
Unë. Unë. Ja, intelekt, ke ti tash. Kush ka intelekt? Ti. Unë jam bole më lërat. Shku nga mund. Ti jam që jam grua. Ku jam budalla, unë jam gomar. Po jo më nuk kam i çmendur. A shu, i çmendur Je me i çmendur, kokë. po je intelekt i Fare, çmendur. 0, ja më pjesa bën 2 + 2. Sa? 6. Jo. 9, 1, 4, 2, qytet. Albano. Cent kafsh bim. Po vetëm për një fjalë feminitet ti u impostove dole i çmendur fare. Feminitet, më një gjithë të mënshur të them unë me teorinë e këtij erdhën ai ngopër, çim mua bete. Më bërën Albana direkt. Po mirë, ç'është audienca për ty? Ç'është audienca? Audienca është kur me rogën. Inxhinier. Mos bëti. Po të pyesur, s'po të pyesur i çmendur. Jo, më pyet për feminitetin. Ora çfarë, i ku feminiteti mbaroi? Audienca është kur ke me rogën. Kur me rogën? Roga vetë si tingëllim, si të vjen ty? Si rruga. Si rruga? Nuk të njeh? Jo. Domethënë, Si jam intelektual. jo, s'është si intelektual, kjo është. Domethënë, sepse janë disa koncepte se ti duke si djali i lexuar, por nuk ke lexuar gjithçka dhe nuk di gjithçka. Gjithçka s'kam lexuar, unë s'kam lexuar asgjë. Dëgjoj të them një gjë, Albano. Më thuaj, avokati dash. Dëgjoj. Audienca është autoerotike. Audienca... Çfarë do të thotë kjo? Ordra? Çfarë do të thotë? Këto e bëra kur bisedova me Gridën, kupton? Audienca është autoerotike? Autoerotike, shiko, dëgjoj të them një gjë. Po nuk është audienca erotike, nuk ka auto. Pa, se është auto elektrike. Po që auto bëhet erotike automatikisht? Patjetër, shiko, baje më nga mua, këtë, dëgjoj të them një gjë dhe dëgjoj tamam. Mua më ke thritur se më ke njohur si mike, më ke thritur për audiencën time. Absolutisht. Një minutë, po pse unë përse vi? Vështirë do të kesh mik këtu domethënë. Pse vi? Vi se e di që me ty kam audiencë. Janë të lidhur ato momenti autoerotik dhe nevoja ose dëshira për audiencë. Mondi, qa ka... Kush erotika, thot Mondi? Mondi, qa erotike do t'i o Flori? Mondi, dëgjoj, nuk është lorno. Light porno, është podcast. Po që... Kjo është një... është një bisedë ngrohtë... Dhe i thotë është autoerotike, nga që është grida ylli bukur, e dim në gjithë, nuk e thotë për Jo vetë. vetëm kaq. Se tjetë avokati erotik, avokati ka që në 64 bëhe futur tullumin sherbet, po ha. Esim, që ka thënë tjetër? është autoerotike, prit të shpjegojmë. Kërgjizojnë dy audiencat. Audienca avokatit me audiencën Po, të gritës janë erotik, të këty janë automatik. Dhe kanë veprim automatik. Edhe diti që është autoerotika në intervist, autoerotika në intervist dhe është shiko... Paka shumë kjo që thamë. Jo, Jo? se mbaron në fund. Baron. Oke. Bëri një kalibër i magjishëm. Edhe tani nuk du të zjadem shumë, se dua të dëgjoj ty. Po, dhe më vërtet dua të dëgjoj ty. Po unë që duhet të zgjoj ty si Mirë, okej. Për kokë ma matë nga ka përme të futur, se dhja për zote ma. Unë thash, që ka për gritis, ka të shua roba. Se ishte grita me roba tjera me flok mbledhur. Kjo është intervista autoerotike. Jo. Do më dhëna jo do flasër ti, po unë që do. është autoerotike kjo. Mirë në rejë. Dhe jo të them një gjë. Po pëse të zirë podcastin tënë kërë ishe vetë? Unë s'kam patur. Ti kur erdhe fillove i bje murit me kokë të televizion, shkish që i bje murit me kokë? Për çfarë i bje? Ti, i bje murit me kokë. Po sepse po ti bjesh murit me kokë për 10 minuta, harxhon 150 kalori. Po ti pëse si kënë me këmë në shpi po i bje murit me kokë? Po I kënë me kënë se ke halin se... edhe Enver Hoxha pas ka qenë figurë erotike. Për nderi të këpuste. Nga jashta, se kështu ishte fshatar. Si qëndron Erosi me pushtetin tjetë? Thuaj e ti tani se je i papërsëritshëm aty. E vetë një figurë që e zgjith këtë që thash, merre fotografinë e Enver Hoxhës. Po e di, do shkonim aty. Do është të mërshme, po do shkonim aty, fatkesisht. Ai e ka marrë pushtetin
nga pamja e fytyrës. Po pse... Kjo shpjegon shumë pse s'ke qenë kur asnjëherë as i gjeti në jetë. I zgjedhur nga populli. Po pse më ka më i paraqitshëm se Lul Basha, ala me djali, pse duhet të kështu? Luli mori 66 deputet. Po pikërisht pra... Arritja më e madhe e Partisë Demokratike në këto 15 vitet e fundit. 66 deputet mori. Do më lësh ta vazhdoj këtë emisionin na bëre përshesh. Lëshoj dhe ma shpjegoj dhe mua si lëshohesh. Atere. Rikjem brapa, si fantoci. E qaj murin, me kokë, për teja. Dhe jo. Të ka dalë në një ish në ndër. Më ka dalë disa. Më ka dalë njëra Afrimi. është një shqytë, Afrim të përshëndes. Ka qenë ako Aleksandrit të Madh, se këshim problema dhe vetë bura me bura, kështu që si mushtari. Më ba Aleksandri gjeloz, më mori Aleksandri, më dilte në ndër. Kur isha beks unë, na thoshin kështu, që po do që të dali, se kam thënë dhe herë tjetër, po do që të dali e dashura në gjumë, përpara se të flesh shkote dritare banjës, drejtoj i hënës dhe recitoj këto vargje. Hën moj hën, ti e re, unë i ri, ti si drapri, unë si gjarpri, ti si gjiza, unë si miza. Më tërgo kush është dashnoria ime. Gjumë, prit një nate, 2, 3, vetë mamaja më dilte. Po këti ka dalë, shikoj, tani se s'ta thash kot këta. Se pak mu dalin në ndër mua? Urdhëro. Që të them? Më del mua, unë kam 20 vjetë që se kam takuar, më del në ndër, e dinja më tha njëra që do takoheshin. Edhe unë me si e prisin i thash në ndër moj. Dhe kur në ngritën më njësa shkrova, se ishte një absurd, po. Se unë tjeti që unë shkruaj dhe ham të romanin që e quaj të riun, që po bëj, që është me Eros, thash të vendosja nuk hynte në rjedhën e përmbajtjes ti. E është ngritur natën këy nga ëndra. Është si këngë e Redon Makashit. Bëj të shtrijem dhe gjuhin nuk më zë. Bëj të ngrijem, pa pritur takoj atë. E përshëndes, i them si e, ajo më shtë në ndorë, buzëqesh, thot nuk të leson dhe të flesh. 25 vjetë pa e pari erdi në ëndra. A të thash i ka qenë 64, besove ti. Kova, që s'ka ngritë gjishtin mjatë. Të dhumbi në shërbet, që me e bukur. Edhe A trigonin thatë. I kështë thënë një batut brillante e Gridës. Qa batute? Ti nuk arritë do të qitore, pa shko si e... Shiko se dashuria ka në impresion. Shpesher këndron impresioni. Ka ikur dashuria, pa i ka impresionin. Buri kur je në shtrat të di 20 vjeqe, ndaret sa haftje ti. Të dija të vogël ti më qënë ke 20 vjetë. 20 o 20. 20, pa i të di 20 vjeqe. Ti lëri nazet se s'të ka në lezet. Të dija të vogël ti më qënë ke 20 vjetë. O është dhe ajo kënga tjetër. Je e vogël sa më s'ka, unë me ty kam në 25 gërsheta ti numurova pa fjeta. Ky i numëron gërshetat. Ti? Se zë gjumi... Shikon në ndra si ku i qonë me pushime. Po i kishtë... Po shumanishta po i zle, thot hajde vakance, hajde Saint-Tropez, që ka bërë Florin Salami. Raka tak, tak, tak. Mos ta njët. Hajde vakance, hajde Saint-Tropez, ja me di gada, ja Florin Salam, upu doktore. Avokat, gëpe. Jo, s'është për këtë gëpe, se i tha, sa veta ke që më nërti, tha. Avokati? I thot të Gridës, ore. Ja. Po pse nga lind të dashuria nga vështrimi? Do të ma thua shti këtë tani, ta them mu. Po filloj ta mendoj unë tani. Kush e di se sa ke quar në spital psikiatrik ti? Po tani. Po, derisa qeshe e di që ka ndodhur. Skundër që s'ka ndodhur. Ka ndodhur vita ka vazhdu 5 meter për ty. 5 meter jam shëron për ty. 5 meter. Po i aty tani që bën këtë lloj dialogu ndezur mo është... E pesi që, shiko, tavolina e Gridës isha unë dhe podcast ishe madhe shu dhe e rëndë. Edhe unë kam qenë. E pesi që ngritur te nga krau i avokatit. Po dishtë Gridës... To është që ishte ullur tavolina poshtë. Shpirtim ti grida duma je, duma je, duma je. Zuri ty, ke vajtë psikiatri tje? Kam vajtë psikiatri disa herë, më shtroj pashku aty, tha. Na kokrat, tha, na dhe klor. O, Mondi,
Dhe i publicitet se u që mundë vërtet. Me gjithmonë. Ora të vështira, miq. Lufta në Iran. Mo me këtë luftën më në Do më lësh tani Albano. Trumpi. Edhe këtë vajzën Orin e Biaj në njefti. Si që një? Do më thënë, ishte duke thënë një intervistë, më përqeo se ishte interesante tema, jo me zhigolo. Do më thënë. Po flisin për zhigolot? Për zhigolot. Zhigolot janë meshkujt prostituta. Ti e prostitut? Jo. Ke qënë? S'ka marrë asë një lek. Qa më ka ndënë, qa kam pas vetë në zëmër. Shumë që të kërkoj pagesën, s'bet lafë. Prostitut pa lek. Jo, more? Po pse ato ven me lek ato? Pagesën ato? Ata janë si eskortat, njësoj, zhigolot janë si eskortat. 300 euro tu shot. Qa thua? Zhigolot, biles, për mendimin tim do të marrë më shumë lek, se me plaka, me gjera, me kështu. Qa thua? E po, se kështë e folën kjo vajza që duhet këtë edhe femra, që të venë me meshkuj, të shkojnë me meshkuj, me lek, me fjetë betë edhe kjo zhigolot, ja, dëgjoj se mos të ngatrojë mund. Nuk do t'ishte hequr kur. Prostitucioni. Në vendin tonë, absolutisht. Mendon se mund ta bënin e burrat apo i takon vetë? Është më mirë për ka. Po pse mos ta bënin e burrat si tani? Edhe çunat, edhe gocat që atë pjesë të kënaqësisë së jetës së tyre e ndajnë veçmas nga tregtia, mi vlerësoj. Orin e Biaj është dakord që të ketë zhigolo dhe të ketë dhe zhigolo femra, të cilat janë të afta të ndajnë tregtin nga kënaqësia. Ndahet se ti ke qenë tregtar. Kam qenë dhe tregtar dhe kënaqësor. Ndahet nga halli më deko, shumë bëshet. Në më dhënë ti, nuk e ndje po bëje tregtin ato. E ndjera mbretëresha anglisë. Hajde ri 2 javë me mua, tha, do t'jap një ishull në Greqi. Edhe ti e ke marrë atë Qioso? Jo, ka marrë dhe Lesbos. Lesbos? Më tha se kështë atë Qios. Jo, se bje në super keq. E marrë. Edhe nga rritë gjë. Me që lindi këj mua betë, shatë bëra unë. Profesor Soni. 5 të mëngjezit marrë telefon Sonin. 5 të mëngjezit, a dhash, doli 100 orën 5 në shesh. Mirë të shko, të ka marri të rritur, mos vete gjimnazis era. Jo, vetëm të rritur, 80 vjeç e lartë janë. Hajde, Soni! Një mashkull zhigolo shkon me femra në mosh. Se mos ketë për shembull dhe një femër zhigolo që shkon me pleq apo me të moshuar. Në fundit puna është nder dhe lavdi. Kjo nuk është nder. Nuk është nder. Kjo është artim. Artim. Një tjeta. Ta artuar duke marrë para. Se me pagesësh. Po. Kjo lavdi e mua me fakt. Kjo lavdi me të vërdet. Jeni kundra, e? Kundra, mëre, që është që lëvdi është e moskrallik, mëre. Si u duket S'marrë vesh nga to punë. Mos nga to me femra, se i kam zetë. Si e shikoni se ide, do më qëndron Normale është normal. Në fundi puna është nder, e? Normale, s'ka si të keqë. Pas e të keqë? Ka si të keqë. E Budallaj takon dhe Miloševićin. Të tri, dhe ka një pyetje. Denës, sa të po keqë. Sa në bëkaj të dhëtë I kere ma, se ka hire dira ma këtu për lullë zonë që të tri, ke shumë gabim. Dhe ka lop të dykjane këtu, hotelik zonë. Tu këpëson vjetër, di pëson vjetër, ti ku ka që pëson vjetër. Ku ka që pëson vjetër? A mund të shetë shumë dhe të gëmosh. Po të marrë që i lupë të madhe, gjitha të të mirët, gjithë këshia sa dush. Po nuk ka të porë lap të së dinjë. Po se e sale, isha 20 vjetë, që sa jetë sale? Sale se po sami se vonë, po të hera sale që Qa po flasë? Është anglisht. Një deputetë sugjeron që të ketë zhigolo edhe femra që shoqërojnë me shkuj më të moshuar ose pleq. Përderisa, jo më shkuj gjallë, përderisa Parlamenti Shqiptar përbohet nga njerëz që është ndryshim shkollimi i tyre, mendimi jo si qytetarë është që mandati i deputetit në Parlament duhet ishte 2 mandate dhe asë një më tepër. Mandati i ministrit apo i kryetarët të bashkisë, jo më shumë se 2 mandate. Dhe Parlamenti Shqiptar i mungojnë deputet me eksperiencë, me grada shkencore, sot janë të dyshimta në shkollimin e tyre. Flet për E kuptoj pyetjen kjo? Po, këtë në mendime të ishte, po deputeti, kur le karriken, jep mendime. Kur e sa parlamenti nuk flet. Njeriu ka lindë për të bëj qef. Ma pra. Qef të kënoqen. Femra e meshku, kjo është jetë vëlla. Gjoj farë Milet, se parë s'ka vlerë. Të shoqëron dhe... Qa të dush, po. Njeriu ka lindur bëj qef. Qa do bëje me të?
Qefi valla. Dhe ta bëje për shërbimet e... Qefi nuk ka të pagume. Bëj qef, vetëm qef. Dhe qefi t'i knojt edhe kong. Roko dhe kullis një kade, bëj qefin tamam, se qefi është i ëmbël, nuk blihet jo me para. Hajde, Mondi. Weekend tutje. E djo e Mondi në. Qa mbylli, për ka për Mondi mbylljen. Po normal. Bravo, Mondi. Bravo, Mondrić, bravo. Më përgjeu shumë ai qytetari. Jo, ma pëlqen atë dy Jo shokët më shumë se pozish. 2 mandataj. Po. Se kështë kuptuar pyetjen fare. Ma pëlqen atë dy shokët që po flisin për tema kretë ndryshme. Jo, po e ja, të vje dirama, jo, po të visa liu jot. Po faktikisht fajin politika e ka edhe për këtë. Dëgjoj. Se po t'ishte kjo e lirë... E lirë është më dajo. E lirë është më. Po e di, nësë është data 25. Ore, janë gocat, motrat tona kolumbiane, motrat tona të Argentinase, motrat tona suedeze, motrat tona ukrainase. Ishte gjithçka për këtë mbrëmje dashumi, se unë dezë dhe unë nuk kam ndërmend që të filloj ta, ose më saktë ta mbyllë emisionin me dritë kuqe. Do të shifemi sërish nesër, por ju lutem, s'keni parë gjë akoma, prandaj na ndiqni. Guantanamera, ai ta Guantanamera. Jo, po anda... Guantanamera nga Guantanamo, do më dalësh në ëndër sot.